Kjo video nuk është për të gjithë. Shikoje me kujdes. Nuk është një video që duhet parë me nxitim. Ka momente kur një situatë nuk ka nevojë për interpretim të shpejtë, por për vëmendje të plotë. Dikush mund të thotë diçka që duket normale, një veprim mund të kalojë pa u vënë re, por për disa njerëz këto nuk janë detaje të zakonshme. Janë sinjale. Jo të gjithë i kapin, jo të gjithë i kuptojnë në kohë. Nëse e ndjen që diçka nuk po të duket e zakonshme, ndoshta nuk është. Ka raste kur ajo që duket e vogël është pikërisht ajo që ndryshon drejtimin e një situate. Kjo nuk është për të gjithë, por nëse po e ndjek, ndoshta është për ty. Dashi. Një moment i vogël mund të kalojë për të tjerët pa rëndësi, por për ty mund të ketë një ndikim që nuk e shpjegon menjëherë. Një fjalë e thënë pa menduar shumë nga dikush tjetër mund të mbetet në mendje dhe të shtyjë të reflektosh më gjatë. Nuk është vetëm ajo që u tha, por mënyra si u tha dhe momenti ku ndodhi. Nëse e injoron këtë ndjesi, mund të humbasësh një kuptim që të ndihmon të kuptosh më mirë një situatë që po zhvillohet. Nëse e analizon me qetësi, mund të kuptosh që nuk është rastësi dhe që ka diçka që duhet parë më thellë. Demi. Një situatë që duket e qartë në fillim mund të ndryshojë kur e sheh nga një kënd tjetër. Një reagim nga dikush mund të bëjë të mendosh se ndoshta nuk e ke parë plotësisht atë që po ndodh. Nuk është diçka që ndodh menjëherë, por një ndjesi që fillon të formohet gradualisht. Një detaj që në fillim e ke lënë pas dore mund të bëhet më i rëndësishëm me kalimin e kohës. Nëse ndalon dhe e analizon më me kujdes, mund të kuptosh që ajo që dukej e zakonshme nuk është aq e thjeshtë sa mendoje dhe që kërkon më shumë vëmendje. Ujori. Një situatë që përfshin një ide ose një mendim mund të shtyjë të ndryshosh mënyrën si e sheh një plan. Një fjalë nga dikush mund të japë një perspektivë që nuk e kishe marrë parasysh. Në fillim mund të duket si diçka e vogël, por me kalimin e kohës fillon të marrë më shumë kuptim. Nuk është gjithmonë ajo që duket menjëherë që ka rëndësi, por ajo që kupton pasi e mendon më gjatë. Nëse e lejon veten të analizosh këtë moment dhe nuk e injoron, mund të kuptosh që kjo situatë ka më shumë ndikim nga sa dukej në fillim. Gaforja. Një reagim nga dikush i afërt mund të bëjë të ndjesh që ka diçka që nuk është thënë plotësisht. Një ton i ndryshëm, një mënyrë e veçantë komunikimi ose një distancë e vogël mund të shtyjë të reflektosh më thellë. Nuk është gjithmonë ajo që dëgjon që ka rëndësi, por ajo që ndjen. Nëse e injoron këtë ndjesi, mund të humbasësh një moment që të ndihmon të kuptosh më mirë një marrëdhënie ose një situatë që po zhvillohet. Nëse i kushton vëmendje dhe nuk e lë pas dore, mund të kuptosh diçka që të tjerët nuk e shohin. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos haro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën: e kuptova. Nëse mendon se kjo nuk ishte rastësi për ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.